A mendoni se kjo vrasje ngjason asaj të vrasjes së bankierit Artan Santo, ku autori kryen krimin me qetësi dhe më pas largohet pas një lloj pengese, ashtu siç u vëret edhe në rastin e autorëve në atentatin e Rinasit? Po kjo tregon që ata janë profesionistë, pra nëse do të lidhim të dyja ato ngjarje, kjo është një vrasje, pra dora e tyre nuk është një dorë amatori, apo një thjesht dikush që ka dëshirë që ta akmeret, apo ka marrë përsipër që ta kryejë të krim, dhe shkon me atë amatorizmin e tij, por kjo duket që ata janë profesionistë të vërtet. Pra e kanë këtë profesion me të cilin ushqen dhe mbajnë jetën e tyre, dhe përpasoj gjithë profesionistët e kanë një gjë të tillë, që do të thotë kujdesen shumë që mos ketë viktima të tjerë, ata fokusohen vetëm tek objektivi i tyre, dhe së dyti është largimi. Pra mënyra e largimit është e njëjtë, sepse qëllimi është i njëjtë, dhe ndonse ndryshon objektivi, qëllimi dhe gjithë ato mekanizmat e tjera janë të njëjta. Si është e mundur që policia të jetë e inkriminuar deri në këtë pikë sa një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore gjendet dhe shoqërohet me një element të tillë të krimit të organizuar, i cili kishte një vit që kishte dalë nga burgu dhe një dekadë më parë i kishte shpëtuar 2 atentateve? Po, kjo është për të ardhur keq, pra që ne kemi punonjës të policisë që janë në shërbim të autorëve apo të dënuarve të cilët kanë rekorde kriminale dhe i shërbejnë atyre. Kjo tregon që gjendja e policisë së shtetit është në ditët më të këqija të tij. Kjo vjen, pra shkaqet janë nga më të ndryshme, po që besoj që shkaku kryesor është rekrutimi, pra mënyra se si janë rekrutuar dhe janë futur punonjës të policisë apo të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të cilët nuk janë skanuar për lidhur me personalitetin, kaluarën e tyre, por edhe përgatitjen profesionale. Së dyti, një problem shumë i rëndësishëm është edhe gjendja ekonomike, pra trajtimi ekonomik që i bëhet punonjësve të policisë së shtetit, cilët trajtohen në mënyrë mizerabël. Nuk kemi rritje pagash, nuk kemi mundësi të tjera lidhur me strehimin apo shkollimin e fëmijëve, mbështetje që mund të jepet këtyre familjeve të cilat kanë në dorë sigurinë tonë dhe jetën e qytetarëve. Së treti, garancia që duhet t'i japi shteti lidhur me qëndrueshmërinë në vendin e punës, që mos ketë lëvizje të cilat bëhen për inat të drejtuesve të policisë, ku shikojnë që ka policë të ndershëm dhe që i shërbejnë vendit. Këto janë faktorë cilët ndikojnë që policia, pra policët, punojësit e policisë së shtetit, të jenë të prishtë dhe nuk kanë imunitet ndaj krimit të organizuar apo joshjes së ndryshme që mund t'i bëjnë këto grupe kriminale dhe pastaj t'i vënë në shërbimin e tyre. Shumë prej punonjësve të policisë, cilët nuk përshtaten dot dhe nuk i shërbejnë krimit të organizuar, ata japin dorëheqje, edhe pse i kemi me grada, pra ka shumë prej tyre që kanë grada, kanë shkollime jashtë, që për të cilën ka investuar shteti, trajnime që mund të ketë bërë, por duke qenë se nuk e gjejnë dot veten, janë detyruar, pra me vetdije, të japin dorëheqjen, të largohen nga ajo punë, të fillojnë ndonjë punë tjetër ose edhe të largohen jashtë shtetit. Dhe kjo është vërtet shumë e keqe, pra është një tregues shumë negativ që duhet të reagojë Ministria e Brendshme aktuale, që besoj që duhet ta shikojë me seriozitet dhe të marrë masa, ato masa të cilat i kanë në kompetencën e saj kushtetuese dhe ligjore, por dhe të ketë dhe mbështetje financiare, të ketë mjetet e nevojshme
për identifikimin dhe përkapjen e autorëve të këtyre veprave penale, të ketë autonomie. Ne kemi policë që nuk kanë mundësi edhe për të lëvizur, pra janë nga një komisariat, duhet të shkojnë në zona rurale e tjera me radhë, shikojmë me makina të cilat nuk janë të përshtatshme ose po kanë dhe probleme lidhur me ecjen, pra me udhëtimin dhe shkuarjen në destinacion. Ka shumë me uniformën, me veshjen, me paraqitjen, pra kemi një mungesë të theksuar të mbështetjes që shteti duhet t'i japi këtyre herojve, pra vërtet janë herojnë sepse përballen me krimin, përballen me krimin organizuar dhe përballen me çdo vështirësi që kanë qytetarë. Pra këtu e kam parasysh edhe emergjencat civile, ne kaluam shumë ngjarje të cilat kanë trodhitur shoqërinë tonë, siç ishte tërmeti i vitit 2019, siç kemi pasur edhe Covidin, pra punonësit e policisë kanë qenë një nga profesionet të cilat kanë qenë në shërbim të qytetarëve dhe për pasojën e nuk mund t'i lëmë në mëshirë të fatit dhe kemi punonjës policie që s'ka mundësi që edhe të bëjnë një jetesë normale, kështu që gjithë këto faktorë ndikojnë që të kemi punonjës që të jenë jo imun ndaj krimit organizuar dhe mënyrave të joshjes që mund të bëjë ky grup kriminal. Si mendoni, sa gjasa ka që kjo ngjarje mjaft e rëndë të zbardhet nga autoritetet dhe cili do të jetë roli i SPAK-ut në këtë rast, dhe a mendoni se krimi ka kapur si policinë ashtu dhe politikën, duke qenë se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kjo është një vrasje e mbështetur dhe nxitur, apo janë krijuar rrethana dhe kushtet nga strukturat shtetërore? Unë nuk e besoj që kjo ka qenë e nxitur, pra politikisht, nuk dua ta besoj dhe nuk e besoj një gjë të tillë. Megjithatë i takon organeve rizbatuese siç është prokuroria dhe në rastin konkret nëse prokuroria e Tiranës që e ka për kompetencë do ketë mundësi që të evidentojë rastin, pra që do të thotë që nëse kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal apo jo, apo ka qenë viktima pjesë e ndonjë grupi të strukturuar kriminal apo jo, dhe shumë indicie të tjera, atëherë kjo prokurori ja referon, pra ja kalon dosjen prokurorisë së posaçme në mënyrë që të kryejë gjitha veprimet hetimore dhe prokuroria e posaçme ka detyrën që të kryejë gjitha hetimet. Kështu që nuk e besoj që kjo ka lidhje me politikën, megjithatë shqetësimet janë të drejta, që do të thotë duhet që pra shteti në këtë rast apo më konkretisht Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe të gjitha strukturat e tjera përgjegjëse duhet të ndihen së pari edhe nga ana morale fajtor që nuk patën mundësi ta parandalonin të krim, por edhe nga ana ligjore kanë detyrë sepse duhet kishin marrë disa masa për të cilat i detyron ligji për sa i përket objekteve, ruajtjes së objekteve të një rëndësie të veçantë si aeroporti i Rinasit. Zoti Duraj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë për ftesën, ishte e kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.